Mjeku çudit botën, aloe vera trajton këto 4 probleme. Ja kush duhet ta përdorë menjëherë. Studime të ndryshme të bëra më parë kanë treguar se bim aloe verës ofron shumë cilësi dhe efekte të jashtëzakonshme në lehtësimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës, nga lëkura e thatë deri te problemet kozmetike. Gjithashtu është konstatuar se është e dobishme për lehtësimin e problemeve të djegjeve të lëkurës nga dielli, infeksioneve të vogla të saj, ekzemave, herpesit, zbokthit dhe psoriazës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të ofrojë xheli aloe verës për lëkurën tuaj? Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i aloe verës. Ajo do të zbusë djegjet. Me cilësinë anti-inflamatore ftohëse, xheli aloe verës është një ilaç i përsosur për lëkurën e djegur, sepse i siguron asaj edhe shtresën mbrojtëse e cila e ruan atë edhe nga lagështia e humbur. Aloe vera është e pasur me antioksidantë dhe minerale të qëndrueshme, të cilat mund të ndihmojnë në përshpejtimin e shërimit dhe përmirësimin e lëkurës suaj nga gjendje të ndryshme inflamatore, siç janë skuqjet e lëkurës e të tjera. Aloe vera do të ndihmojë në hidratimin e lëkurës. Për krem hidratues, i cili është edhe pa gjurmë të yndyrës në fytyrë, mos kërkoni më shumë se aloe vera, sepse e zbut lëkurën pa dhimbje dhe i mbyll poret e saj. Xheli aloe verës gjithashtu mund të përdoret si një trajtim pas rrojës, sepse në mënyrë efektive hidraton më mirë shëndetin e lëkurës suaj. Ulluntimet kanë treguar se ekstrakti i aloe verës është një substancë shëruese natyrale për përmirësimin e shëndetit të lëkurës dhe hidratimin e saj, duke e bërë atë më të dobishme në forcimin dhe lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen. Aloe vera do të përshpejtojë shërimin e plagëve. Xheli aloe verës më së shpeshti përdoret si një locion kundër prerjeve, djegjeve dhe plagëve të ndryshme të lëkurës. Vështrimi i 4 studimeve eksperimentale ka treguar se aloe vera mund të shkurtojë kohën e shërimit të shkallës së parë dhe të dytë të djegjeve, pothuajse edhe në çdo natë përdorimi. Këto rezultate befasuese janë mbreslënëse dhe mund të ndryshojnë shumë në aspektin e mbrojtjes së lëkurës suaj. Aloe vera është një bimë që mund të japë përfitime të mira edhe kundër plakjes. Duke pasur parasysh se është e pasur me vitaminën C dhe vitaminën E, gjithashtu dhe beta-karoten, xheli aloe verës ka veti anti-rrull. Pastaj, aloe vera mund të merret në formën e shtresave në ushqimet e lëkurës dhe në mbajtjen e saj më të shëndetshme, sepse ulluntimet të ndryshme kanë treguar se ajo do të rrisë prodhimin e kolagjenit trupor dhe do të përmirësojë kështu elasticitetin e saj. Shtimi i aloe verës në përditshmërinë e lëkurës suaj mund të ndihmojë në zvogëlimin e akneve dhe infeksioneve të saj. Nëse keni probleme me akne dhe me puçrat e fytyrës, sigurohuni që të përdorni aloe verën në përditshmërinë tuaj. Cilësitë antibakteriale të saj do të ndihmojnë në përfitimet më të mira në shëndetin e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve që ju kanosen. Studime të ndryshme kanë treguar se vajrat ose kremrat që përmbajnë aloe vera mund të ndihmojnë në shërimin e shpejtë të lëkurës së djegur nga dielli edhe enjtjet që mund të pësojë ajo. Ekspertët e cilësojnë aloe verën si një prej bimëve më të mira ushqyese për shëndetin e lëkurës dhe hidratimin më të mirë të saj në kushte të vështira. Aloe vera është një bimë e cila mund të ndihmojë dhe kundër ulçrave. Disa studime tregojnë se aloe vera mund të parandalojë zhvillimin e viruseve që shkaktojnë formimin e ulçrave në gojë. Gjithashtu, ekstrakti i aloe verës mund të ndihmojë në shërimin e shpejtë të ulçrave të shkaktuara nga e ftohura, gjithashtu edhe nga gripi. Aloe vera është një bimë që mund të ndihmojë kundër puçrave të fytyrës. Ulluntimet sugjerojnë se xheli aloe verës mund të ndihmojë në pastrimin e akneve dhe përdorimi i saj her pas here mund të ndihmojë edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tilla, duke i siguruar lëkurës një hidratim më të mirë dhe duke evituar gjithashtu akne dhe puçra të ndryshme. Aloe vera është një përdorim fantastik edhe në luftën kundër kapslëkut.
Aloe vera funksionon si një laksativ në rast të vuani nga kapslëku, por nga ana tjetër ajo mund të shkaktojë dhimbje stomaku, diarre dhe simptoma të tjera të pakëndshme nëse përdoret më shumë se sa duhet. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të japë shumë përfitime në zbutjen tuaj të kapslëkut dhe lehtësimin e inflamacioneve të tij. Siguroni ta përdorni si duhet brenda mundësive dhe gjithashtu rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbreslënëse. Shtimi dhe përdorimi i aloe verës në përditshmërinë e recetave tuaja do të jetë një përfitim shumë i mirë në hidratimin e lëkurës. Aloe vera duhet të përdoret me kujdes dhe nëse merrni ilaçe të caktuara përpara përdorimit, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse zgjidhni ta përdorni aloe verën nga goja. Nga djegjet e diellit deri te pickimet e insekteve, xheli aloe verës është një produkt i rëndësishëm në kabinetin mjekësor. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminave dhe mineraleve, ajo mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt në rigjenerimin e lëkurës dhe parandalimin e inflamacioneve të saj. Shtimet të tilla të aloe verës mund të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Ekspertët e cilësojnë aloe verën si një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese që mund të ndihmojnë shumë në shëndetin tuaj, dhe si të tilla, ato do t'japin gjithashtu edhe efektet e tyre. Sipas Healthline do të rendisim në këtë video disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga lëngu i aloe verës. E pasur me vitamina dhe minerale, aloe vera përmban një sër vitaminash që veprojnë si antioksidant. Përfshirë vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën E, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit kundër stresit oksidativ. Gjithashtu përmbajnë minerale të rëndësishme të tilla siç janë për shembull kalciumi, kromi, bakri, hekuri, mangani, kaliumi dhe zinku. Aloe vera mund të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e problemeve të kapslëkut dhe përdorimet të tilla të kësaj bime mund të japin rezultate fantastike në këtë drejtim. Për shkak të efekteve të saj të mira laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë në përmirësimin e lëvizjeve tuaja të zorrve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si zgjatës afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj për të evituar kështu edhe problemet që mund të hasë organizmi juaj. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të japë përfitime të mira edhe në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkaktari kryesor i akneve. Duke ndihmuar në hidratimin nga brenda, lëngu aloe verës mund të përmirësojë kështu gjendjen tuaj të lëkurës dhe të parandalojë komplikacionet e saj. Siguroni ta përdorni me kujdes aloe verën në përditshmërinë e dietës suaj dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbreslënëse. Ekspertët tregojnë se aloe vera mund të jetë një ndihmë shumë e mirë edhe kundër luhatjeve të papritura të sheqerit në trupin tuaj. Një studim i vogël i vitit 2015 zbuloi se përdorimi i ekstraktit të aloe verës te personat prediabetik i ndihmoi ata gjithashtu edhe në uljen e niveleve të sheqerit në trup edhe në mbrojtjen më të mirë të komplikacioneve. Përdorime të tilla të aloe verës mund të ndihmojnë shumë në organizmin tuaj dhe mund të japin gjithashtu rezultate fantastike në rigjenerimin e saj. Aloe vera mund të ndihmojë në forcimin më të mirë të sistemit tuaj imunitar. Falë përmbajtjes së vitaminës C, aloe vera ndihmon në sistemin imunitar duke mbështetur procesin e shërimit dhe përmirësimin e funksioneve mbrojtëse të lëkurës. Shtimi i aloe verës në përditshmërinë e dietës suaj mund të japë gjithashtu një rigjenerim më të mirë të saj dhe të lehtësojë inflamacionet. Aloe vera mund të ndihmojë në luftën kundër urthit dhe gjithashtu problemeve që shkakton refluksin në organizëm. Një studim i vitit 2015 tregoi se shurupi i aloe verës mund të ndihmojë gjithashtu edhe në simptomat e refluksit të acidit dhe të përmirësojë gjendjen tuaj shëndetësore. Përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të keni do të jenë gjithashtu fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Gjithmonë konsultohuni me ekspertin për të bërë përzgjedhjen e duhur ushqyese. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.